Një aksion i ndërmarrë sot në disa qytete të Shqipërisë ka bërë të mundur ndalimin e 8 personave të dyshuar se janë implikuar në krijimin e celulave të rekrutimit të besimtarëve musliman për të luftuar në grupet e opozitës në Siri. Të arrestuarit do të përballen me akuzën e terrorizmit, ndërkohë që pjesë e këtij grupi ishin të vetë shpallur edhe 2 imam që nuk njiheshin zyrtarisht nga komuniteti musliman. Policia e shtetit ka publikuar edhe fotot e të arrestuarve si dhe 5 personave të tjerë, të cilët janë shpallur në kërkim ndërkombëtar. Përkatësisht të arrestuarit janë Genci Sami Balla, vjeç 35, lindur dhe banues në Librazhdi, vetë shpallur imam i xhamisë tek Unaza e Re, i pa autorizuar nga komuniteti musliman shqiptar, mendohet se ka funksionin e organizatorit. Bujar Aslan Hysa, vjeç 43, lindur në fshatin Bastar, Tiranë, banues në Mzezi, vetë shpallur imam i xhamisë së Mzezit, i pa autorizuar nga komuniteti musliman shqiptar, mendohet se ka funksionin e organizatorit. Edmond Shaban Balla, vjeç 25, lindur e banues në Elbasan, mendohet se ka funksionin e organizatorit. Zeqiri Sufi Meri, vjeç 34, lindur në Dibër dhe banues në Yrshek, Tiranë, mendohet se ka funksionin e organizatorit, por edhe të ketë marrë pjesë në akte terroriste. Verdi Dielli Morava, vjeç 48, lindur dhe banues në Tiranë, mendohet se ka funksionin e financuesit. Fadil Adem Muslimani Dervishi, vjeç 53, lindur dhe banues në Elbasan, mendohet se ka funksionin e ndihmësit. Astrid Hajdar Tola, vjeç 42, lindur në Dibër dhe banues në Mëzez të Tiranës, mendohet se ka funksionin e ndihmësit. Orion Samireçi, 37 vjeç, lindur në Zodian, Peshkopi e banues në Tiranë. Ndërkohë bë ekzekutimi i masës së sigurisë arrest me burg në mungesë për 5 shtetas të cilët ndodhen jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë në Siri e Turqi. Më konkretisht, në kërkim ndërkombëtar janë këta shtetas: Gerti Yusuf Pashja, vjeç 30, lindur dhe banues në Peqin, mendohet se ka funksionin e ndihmësit. Shkëlzen Farid Dumani, vjeç 39, lindur në Dibër dhe banues në Laprak të Tiranës, mendohet se ka funksionin e organizatorit dhe financuesit. Shoqëri Maliq Kaca, i datë lindjes 27/5/1966, lindur në Dragostojnë të Librazhdit e banues në Mëzez të Tiranës, mendohet se ka funksionin e organizatorit, financuesit, si dhe të ketë marrë pjesë në akte terroriste. Almir Xhevair Daci, i datë lindjes 1/8/1983, lindur e banues në Leshnic të Pogradecit. Ky shtetas ka qenë i vetë shpallur imami i xhamisë Leshnic, komuna Çerrav të Pogradecit, me detyrë imam i xhamisë Leshnicës në Pogradec, i pa autorizuar nga komuniteti musliman shqiptar. Mendohet se ka funksionin e organizatorit, financuesit dhe të ketë marrë pjesë në akte terroriste. Mehdi Xhafer Manallari, datë lindjes 15/6/1949, lindur në Radomir, Dibër e banues në Unaz të Re të Tiranës, mendohet se ka funksionin e financuesit si dhe të ketë marrë pjesë në akte terroriste. Arrestimet janë kryer nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë të policisë dhe drejtoria e forcave të posaçme operacionale me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda në qytetet e Tiranës, Elbasanit, Librazhdit dhe Pogradecit. Në kryeqytet arrestimet janë kryer edhe në një xhami tek Unaza e Re. Gjatë kontrollit janë gjetur dhe armë, fishek dhe sasi eksplozivi. Mësohet se hetimi për arrestimin e këtyre personave ka zgjatur 9 muaj dhe së është kryer nga Shërbimi Informativ Shtetëror. Dyshohet se të arrestuarit predikonin nxitjen e terrorizmit, si dhe rekrutonin besimtar duke dërguar për luftë në Siri. Hetimi ka nisur kryesisht nga Prokuroria e Krimeve të Rënda pas vrasjes së 2 shqiptarëve. Më herët edhe institucionet ndërkombëtare të sigurisë kanë dhënë alarmi për struktura të veçanta të cilat merreshin kryesisht me rekrutimin e besimtarëve musliman dhe dërgimin e tyre në Siri për të luftuar në mbështetje të opozitës dhe kundër regjimit të Bashar al-Asadit.